Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku shëndetlije, një ëmbëlsirë tradicionale shqiptare që unë pothuajse çdo vit e kam kthyer në traditë dhe e përgatis për festat e fundvitit. Sigurisht ju jeni të lirë ta përgatisni për çfarë do lloj rasti apo feste në familjen tuaj, por duke qenë se jemi në prag të festave të fundvitit, mendova që mënyrën e përgatitjes se si e bëj unë shëndetlijen për familjen time ta ndaj edhe me ju. Në përgjithësi ndjek të njëjtën recetë prej vitesh, por këtë herë kam bërë një ndryshim të vogël në recetë. Shëndetlija në fund fare del fantastike. Është një ndër ato ëmbëlsira që sa herë përgatitet në shtëpi, e gjithë shtëpia mbushet me aromën e këndshme që kjo ëmbëlsirë ka, pasi bëhet kombinimi shumë i mirë i mjaltit, gjalpit dhe arrave. Prandaj, le të nisim pa humbur kohë me recetën. Në fillim do të përgatisim sherbetin. Për përgatitjen e sherbetit, unë kam përdorur 2 gota me sheqer dhe 2 gota e gjysmë me ujë. Mund të shtoni dhe pak lëng limoni nëse doni, që të mos bëhet kokrizimi i sheqerit, dhe gjithashtu i kam shtuar edhe pak vanilje, por kjo është në dëshirën tuaj. Pasi hedhim të gjithë përbërësit në tenxhere, tani tenxheren e vendosim në zjarr mesatar, e trazojmë mirë sheqerin derisa të fillojë të tretet dhe më pas sherbetin e lëmë që të marrë val për të paktën 10 minuta në zjarr mesatar. Më pas sherbetin e keni gati. Kur sherbeti të ketë marrë një trashësi mesatare, e heqim nga zjarri dhe e lëmë që të ftohet. Dhe ndërkohë që sherbeti është gati, ne do të fillojmë me përgatitjen e shëndetlijes. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, unë kam përdorur këto përbërës. Në fillim në një tas kam shtuar 3 kokra vezë. Dhe më pas tek tasi kam shtuar edhe 1 filxhan të vogël kafeje me sheqer. Nuk kam shtuar më tepër sheqer pasi kjo është një ëmbëlsirë që në fund fare serviret me sherbet. Dhe më pas me një tel kuzhine i trazojmë vezët dhe sheqerin për të paktën 1 minutë ose derisa të shikoni që vezët do të fillojnë të shkumojnë. Dhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Do të shtojmë 2 filxhan kafeje me gjalp të shkrirë, i cili duhet që të jetë në temperaturë ambienti, pra të mos jetë i nxehtë. Do të shtojmë gjithashtu edhe 4 lugë gjelle me mjalt. Është me rëndësi që mjalti të jetë i mirë. Nga cilësia e mjaltit dhe e përbërësve të tjerë ku përgatisni shëndetlije, varet shumë edhe ngjyra që merr në fund fare shëndetlija. Dhe më pas të gjithë përbërësit i trazojmë mirë së bashku, derisa të formojmë një masë homogjene. Tani, tek tasi do të shtojmë përbërësit e thatë, duke shtuar në fillim 1 lugë çaji plot me baking powder ose pluhur që përdoret për pjekjen e ëmbëlsirave. Do të shtojmë 1 gjysmë lugë çaji me sodë buke, si dhe 10 lugë gjelle me miell. Do t'i trazojmë të gjithë përbërësit, derisa në tas të mos ngelen më kokriza mielli. Për këtë ëmbëlsirë është me rëndësi që përbërësit të mos trazohen shumë, pra nuk është e njëjta procedurë si kur bëjmë kur përgatisim kek. Siç e patë edhe në fillim, edhe vezët të rrihen shumë pak, por edhe gjatë kohës që përzjeni përbërësit e tjerë, keni parasysh që të mos i trazoni shumë dhe brumi në fund duhet që të jetë më i trash se sa trashësia e brumit kur përgatisim kekun. Të paktën gjyshja ime sa herë që përgatiste këtë recetë e ka përgatitur në këtë mënyrë dhe unë ndjek pothuajse çdo vit të njëjtën recetë. Këtë vit e kam përgatitur fiks siç e bënte ajo, pasi herët e tjera kur përgatis shëndetlije, për t'i dhënë një ngjyrë edhe më të errët, unë kam përdorur edhe 1 lugë gjelle me kakao. Por këtë herë kakao nuk kam përdorur. Dhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe arrat. Për këtë recetë unë kam përdorur 1 gotë me arra. Arrat mund t'i lini siç janë ose mund t'i tharmoni. Dhe më pas i shtoni tek tasi ku kemi dhe përbërësit e tjerë. I trazojmë mirë edhe arrat. Dhe tani brumin e keni gati. Mos harroni që gjatë kësaj kohe keni ndezur furrën në 200 gradë Celsius dhe ta lini që të nxehet
Dhe gjithashtu të lyeni edhe tepsinë me gjalp. Tepsia që kam përdorur në këtë rast ka për masat 22 me 14. Pra është një tepsi e vogël. Kur brumin e keni gati, tani brumin e shtrojmë në tepsi. Në këtë rast brumi është goxha i trash, pra mund ta shtroni edhe me duar, nuk ka asnjë problem, sepse siç u thash në fillim, brumi nuk është njësoj sikur është edhe trashësia e brumit kur përgatisim kek. Pra duhet brumi pak më i trash, ai sa ju mund të keni mundësi që ta shtroni edhe me duar në tepsi. Pasi brumin e keni niveluar mirë në tepsi, tani do të rrahim një kokër vezë në një tas, siç e shikoni edhe në video, dhe më pas kur vezën e keni rrahur mirë, me një furçë do të lyejmë pjesën e sipërme të shëndetlijes. Pasi i keni lyer mirë sipërfaqen e shëndetlijes, me një pirun mund të bëni disa vizime, siç e shikoni edhe në video. Dhe tani shëndetlijen e keni gati për ta futur në furrë. Shëndetlijen e lëm të piqet në 200 gradë Celsius për të paktën 25 ose 30 minuta. Të paktën furra ime e pjek në këtë mënyrë. Përpara se ta hiqni nga furra, mund të bëni provën me një majë thike ose me një kunj për të parë nëse shëndetlija është pjekur në brendësitë saj apo jo. Pas 25 minutash, unë shëndetlijen e hoqa nga furra, e lash pak që të dilte ai avulli i nxehtë i furrës për të paktën 4 ose 5 minuta. Më pas mund ta prisni sipas formave që keni dëshirë dhe mund t'i hidhni sherbetin sipër. Në këtë rast, shëndetlija është e ngrohtë dhe sherbeti është i ftohtë. Ja hedhim të gjithë sherbetin dhe e lëmë ëmbëlsirën që të pushojë mirë në mënyrë që të pi të gjithë sherbetin. Pas disa orësh, shëndetlijen e keni gati. Më besoni që është një ëmbëlsirë shumë e mirë. Në familjen time është bërë traditë që kjo recetë përgatitet pothuajse çdo fund vit dhe tani është bërë dhe receta e preferuar e familjes. Do të shikoni që edhe ngjyra e shëndetlijes në pjesën e brendshme të saj është tamam ngjyra perfekte që shëndetlija duhet të ketë. Prandaj, siç u thash edhe në fillim të videos, nëse keni përbërësit e duhur, shëndetlija bëhet shumë e mirë. Pra, nëse përdorni mjaltë të mirë, gjalp, arra dhe vezë të mira, nuk do të keni nevojë të përdorni fare kakao për këtë recetë. Pasi siç e shikoni, edhe ngjyra në pjesën e brendshme të shëndetlijes është ajo e duhura. Mjalti i ka dhënë ngjyrën e duhur shëndetlijes, por i ka dhënë edhe një shije shumë të mirë. Unë ju ftoj ta provoni këtë recetë dhe nëse ju pëlqen, mund të lini komentet tuaja poshtë kësaj videoje. Gjithashtu mund t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.